Ortodoksët nisin të hënën kreshmën e madhe të Pashkës, kryepeskopi Johan. Jeta jonë është një udhëtim drejt Zotit. Të krishterët ortodoks fillojnë në 23 shkurt kreshmën e madhe të Pashkës. Kreshma është një udhëtim drejt Zotit, thekson kryepeskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë në mesazhin për besimtarët. Askush nuk mund të arrijë dot lumturinë nëse shpirti i tij nuk prehet te Zoti, vijon kryepeskopi. Sipas tij, ky udhëtim kërkon sakrifica, kërkon mundim. Ashtu si dhe në shkrimin e shenjtë mësojmë se Izraeli u kthye në tokën e premtuar duke kaluar nëpërmjet shkretirës, gjë që simbolizon çlirimin dhe gjendjen shpirtërore të njeriut. Të fitosh përsëri atë që e humbur nuk është aq e lehtë. Prandaj udhëtimi është i mbushur me vështirësi dhe sakrifica për të cilat kërkohet një lloj privimi. Mesazh i plot i kryepeσκopit Johan. Themi vazhdimisht që kreshma është një udhëtim, jo vetëm kreshma, por vetë jeta jonë është një udhëtim. Të gjithë ne që kemi filluar kreshmën, kemi filluar një udhëtim. Filloi periudha që ndryshon ngjyrat. Zoti na tregon shpesh nëpërmjet ungjillit për gjendjen në të cilën ndodhemi. Jo vetëm Zoti, por edhe shumë filozof dhe psikolog thonë që njerëzit kanë humbur veten e tyre dhe kush humbet veten ka humbur gjithçka. Gjithçka tjetër që përpiqet fitojë njeriu nuk mund ta përmbush dot atë që mund t'i jap vetja. Një nga arsyet që njeriu mendon se ka humbur veten është kur nuk e kupton dot që e ka humbur veten. Kemi dëgjuar të thuhet paravolia e djalit plankprishës për djalin që u kthye, që erdhi në vete. Kjo do të thotë se ai filloi të kuptojë situatën në të cilën ndodhej. Askush nuk mund të fillojë dot udhëtimin e kreshmës nëse nuk do të vijë në vete. Ne sot e kemi humbur qëllimin e jetës, dëshira për kënaqësi, etje për pushtet dhe tjera gjëra të kota si këto nuk mund ta ndihmojnë njeriun, jo vetëm që t'i jap kuptimin jetës, por as nuk do ta bëjnë dot të lumtur. Lumturia dhe qëllimi i jetës janë të lidhura me njëra tjetrën.